Se një haj ka që vakët sot. Si është i vakët? Ku është goci sot? Ku goci sonte? I qeni thatë. Klea, welcome back, Klea. Si ku isha unë? Të shkojnë flokët kështu, të shkojnë. Thank you, God. Qa mendimi keti, Crystal? Mendoj që i shkojnë, por pra Beyond është the real Klea. Mos ja kujto atë dhimbje se unë i kam lyer edhe vet, po për mua s'flet njëri, kështu që po flas vet. Sa do e thoja pas mbe? Po s'ke ndryshim ti shumë të madh. Jo, unë gjithmonë njësoja. Kjo është e rëndësishme që ti je njësoj, mos ndryshosh rrugës. Po ti Klea, qa mendimi ke për flokët e Crystalit sot që i ka kapur bisht me vizë në mes, asnjë gjë e re, po Shumë bukura. Shumë bukura? Pse? Qa në këto komplimente ka qëtata? Ha? Çfarë ka ndodhur mes të dyja? Çfarë më jema? Çfarë ishte kjo pyetja që Kena i shqetësim ti, Klea? Po Jo, pse duhet kenë. mendoj që shqetësimi vetëm i Kleas të kohët duhet janë flokët. Flokët? Po flokët si rriten asaj deri nga pranvera tjetër, po halli është. Se ti kishe një shqetësim me Klean që u vonua, po se di Klea qa ka me ty? Shprehuni, sonte Kesiana sot jemi psikologe. Po pse do ta bëjmë të sharing që s'po e kuptoj? Po se ne këtu jemi familje dhe familja diskuton të gjitha. Pyetja është, Apo dojnë të flas më konkretisht? A mendon ti që duhet kemë unë shqetësim? A mendoni që duhet të flas më konkretisht? Po më konkretisht më mirë do ishte zonja Eni. Në fakt Klea është pak nonchalant si tip dhe nuk është As pak me shprehet. thënë drejtën, po thjesht dëgjoj. I flasim me karta të hapura. Më mirë. Mos harrotullojmë kështu e Jo mos nga si thua. Kina, se gjithmonë kur i bi nga Kina unë humbas, kështu Humbasim. mirë drejt. Po siç na janë dërguar ca mesazhe për një video ditëlindjeje që Klea ishte në mungesë. Klea, pse nuk erdha atë ditë? Të ditëlindja. Nëse e di se për këtë ditëlindje po flasim, besoj se e di, kaq, je informuar. Dhe kush ditëlindje? Cila ditëlindje? Ka pasur një ditëlindje në horizont? Ditëlindja kujt? Ema? Unë e kam ngushtë është Edhe unë dhe pak, do bëjmë një dasëm për ditëlindjen time, po S'jam në dieni, kush ka pas ditëlindjen këtë kohë? Kush ka pas ma një thoni ju? peshk vërdall ka pasur ditëlindjen që ka notuar në det. Klea e ndjeni që dikush ka pasur ditëlindjen? Dhe isha. Edhe isha. Edhe ishe. Edhe isha. Okej, ta flasim troc tani se mos i bim që dini, unë odha gurin. Ju me që Si po bëni si ata çifti toksik që Sonja se pranojnë ine? kur njëri tjetrin. Okej, fjalën e ka Klea. Po, zonja Ene, unë jam shumë në dieni që nuk isha tek ditëlindja e zonjës së fjalë. Nuk Krystalit. Nuk erdhe. Pas një ftese të bërë nga unë, Klea nuk erdhi. Për cilën arsye? Sepse mua nuk më pëlqeu fare që u bën 10 minuta bisedë në studio për vonesën time dhe papërgjegjshmërinë time, kur ne të dyja jemi arsyeja sepse vonohet goci bashk, nuk jemi vetëm, jemi të dyja bashk. Dhe ty se pëlqeu me pak fjalë po thua mënyra si Crystal i foli ndaj teje. Po. Okej, Crystal, mund të japësh argumentin tënd për ta Ta kundërshtuar? nisim pak që nga pjesa e parë. Mua nuk më ka ngelur fare hatri që Klea nuk ka ardhur. Unë vetë tek fejesa shoqes time nuk kam shkuar, se kam qenë vjet me ditëlindjen në Paris. Me ditëlindjen time është fejuar në të njëjtën ditë. Dhe unë mendoj që njerëzit e rritur kanë angazhime dhe kanë shqetësime dhe kanë dhe gjëra që kanë primare, është shumë normale. Jo kështu e kuptueshme ti, se dëm stomaku pak. Pra, mua nuk më ka ngelur hatri që Klea nuk erdhi në ditëlindje, se mund të më kishte ndodhur edhe mua, siç më ka ndodhur. Mua më ka ngelur hatri që unë e ftova të vinte dhe as nuk më uroi. Dhe një sekond, nuk pranoj, unë nuk e di çfarë justifikimi do thotë që pse s'm ka uruar, por unë nuk pranoj asnjë argument të tipit kam harruar, sepse është çar Instagrami im me foto, me story, është çar goci me video që ne hodhën kur dolëm. Dhe unë mendoj që kjo gjëja është e pa shmangshme. Edhe sikur të ketë harruar, pavarësisht se i ka parë të gjitha, unë e ftova, i thash, Klea, do vish të dalim për ditëlindjen time në Durrës të ham drek? Jo zemra tha kam plane, vazhdoni. Në fakt të drejtë Where's the happy birthday? Where's the happy birthday? Jo, në Kur fakt të për ditëlindje në orën 2 të dielën. Where's the happy Në orën 2 birthday? të dielën. po shiko se Crystali ka shumë të drejtë. Jo, Klea ka pak të drejtë. Jo, dua të them që Jo. mund të jetë evidentueshme nga Klea, Shiko, ta marrim tani. Okej. Si ishte situata? Edhe mua do më kishte ngelur hatri, nëse do flis në atë mënyrë, nëse unë vonohesha apo bëja një gabim apo diçka tjetër. po, do më ngel. Nuk do uroje? Po. Deri në pikën që nuk do Jo, ti uroje? do uroje, por do thoje kam diçka me ty pas ditëlindje. Ti je person që do uroje. Po, Do konfon- Një mendoj që konfronto- njerëzit janë të ndryshëm dhe i përjetojnë gjëra të ndryshe. Patjetër. Dhe- Unë s'po them që për Klean, se Klea është okay. Ti Ne është po shumë them se ka uruar, domethënë.
Jo, thjesht kur i vi notification në telefon, është evidentueshme që dikush e ka ditëlindjen mos unë mos Crystalli do e kesh ti. Për shembull nesër pas nesër mund të ketë diçka me ty nesër, do e uroj. Po shiko, unë mendoj nga një bisedë që bëra me tani që po Klea. flasi kam syt me lot. Shiko, nga Edhe një mua më bisedë ngeli shumë hatri dhe tani që po flasim kam syt me lot. Jo, ti nuk i ke syt me lot tani. Unë i kam. Jo. Shiko, nga një bisedë me Kleon e kuptova që ai ishte ndjer shumë e rënduar, madje edhe di që kishte para episodi mua më Një bisedë kur, pse nuk kemi ne në dieni të bisedave që ju keni S'pun ke ti çfarë flasë me intimisht, Kleon, moj? privatisht. Janë ti sekret të vishpër, do bëmi çift bashk. Ti avashti. Avasti është video me mua. Jo, prit. Okej. Prit, se po flisja. Unë nga një bisedë që bëra me Klean e kuptova realisht ishte shumë e rënduar nga kjo gjë dhe ditën që ka dalë episodi më ka shkruar thank you bu që më mbështete la. Dhe nuk është se po jap të drejt faktit që nuk të uroj, po them që ndoshta ashtu ka përjetuar se është ndjer realisht shumë e prekur nga ajo që ka dëgjuar. Erdhe ti të më thuash mua, jo, I did not mean what I said. Jo. Tani, Jo, se ta hodhi larg Crystalli, se unë isha aty. Shiko, para ditën që ne xhiruam, Klea nuk ishte, dhe unë e marr në telefon dhe i them. Klea i them sot të kam rënë në kokë. Po. Thashun, e kam tepruar pak, por dje që isha realisht me nerva me ty. Tani, unë e kuptova që kjo u mërzit pak, por më tha mirë s'ka gjë se flasim. Dhe kur dikush më thot mirë s'ka gjë se flasim, unë e marr për të mirë qenë që okay, s'ka gjë dhe flasim. Dhe nga i moment nuk erdhi më kurrë të flisnim. Ta lëm të ta akuzuarën të flasi pak. Patjetër. A do mbrojtje të flasun? Po, Shiko, Klea, ne e njohim shumë mirë që Klea është një person që nuk i merr fare gjërat afër zemrës. Domethënë do të jetë një gjë që ka ndruar kaq shumë që ta ketë marrë kaq personale. Kështu që realisht jam futur brenda Kleas, në ndjenjat e pra, Kleas se e kur kam ti nuk kuptuar ishe këtu, shumë. unë thash, ky emisioni nuk bëhet pa Crystal, ti direkt bëhet dhe pa Klean. What do you mean? Nuk e thash. Po ti ju i thash. Jo, Klea nuk e thash të, mos hidh bal, se pas ke përjetuar ke ndarjen sa dhe ke heshur flokët, i ke prer, fiks kur ndahesh nga lidhja toksike. Jo, nuk e thash. Nevojë për ndryshim. Tani, nëse ti realisht je prekur nga qëndrimi që unë kam mbajtur aty, unë të kërkoj shumë ndjes. Dhe po e them këtu publikisht që të kërkoj ndjes, por ju e dini që unë jam gjithmonë ajo mami i grupit, edhe përpiqem gjithmonë që të jem pak më e rrep se të gjitha ju. Dhe këtë e bëj sepse unë të kam xhan, dhe ti e di shumë mirë që në bisedat tona private, vetëm ne të dyja të kam thënë gjithmonë, mos u vëno, mos i lër gojat e liga të kenë të flasin për ty, sepse në këtë rast isha unë goja lig. Gjithmonë të kam thënë që mos je rregullt, e ja në punë. Mos bëj asnjë lloj vonese që mos i lësh të tjerë të kenë se çfarë të flasin për ty dhe ti e di se sa unë ty të dua. Mos se sa unë ty të kam Mos harro që është pesh Realisht ne morëm rolin Kisiana avokate e jote dhe unë avokate e Crystallit. Unë Por mendoj realisht Crystalli të ka xhan dhe gjithmonë edhe kur u mërzitem tha, po vinte më thoshte, është mërzitur tha Klea me mua, dhe po ma shprehte hallin. Dhe i thash, do vi një moment që do sqaroheni. Dhe mendoj që ky moment nuk erdhi Unë mendoj që se të dyja e mërzit? A? I me mua e mërzit? Okej. Po patë na gjë. Po do të vetëm ne të dyja dolëm kundra dhe vetëm me mua e ka, Po kupton? se ti ishe më eger, ndoshta. Se ka tipin kjo. Është pak më min. Unë jam e sert, pra, në atë moment isha e sert dhe e pranoj. Nuk dot, ti. A ka mundësi që e akuzuara ime të flasit ja. Po, patjetër. Unë mendoj që të dyja e tepruan pak dhe të dyja ishin pak kalamaj. Edhe unë të dua shumë. Po ti ishe më shumë se unë, ti nuk Ka merrte mundësi se ditëlindje. është moment dëvësie ky tani. Nuk merrte ditëlindje. Ka mundësi. Dhe ja, pse jam e keq, unë Ka nuk merrte mundësi dhe ti nuk e ditëlindje. dojnë Mirë, emision. hapim një Ka GoFund. mundësi. Shoh. Për një drejt Po, tjetër. se më. Po folët. Ju nxora jashtë. Jo, nuk flas. Dhe me që ti u mërzite dhe unë të kërkoj falje që nuk erdha ditëlindja jote dhe të dua shumë. Edhe 100 pak me vonesë për të dua. Më fal sa Ja, ta uroj. Sot jemi 15 maj. Unë urojmë për ditëlindje, e vlerësoj shumë, faleminderit shumë. Shumë Ratë vitin faleminderit. tjetër. Po nesa unë edhe kur ne po bënim shaka dhe po thoya e vetëm që s'm ka uruar, po thoya unë është Klea, po fare mendja që mund të kishte ngelur hatri. Dhe gjithmonë po përpiqja ta justifikoja, po thoya ha se Klea, e ke parasysh është easy going, edhe po përpiqja ta justifikoja. Por më vonë kur e kuptova që e ka bërë si ka ngelur hatri me mua, aty ngeli hatri më shumë. Ishte një moment fani me mirë kisha. Crystallin që po diskutonim, po do e them këtë për zotin. Edhe po diskutonim. Pas më ka urë Klea për ditëlindje, po kush ja vëre Klea se kështu. Vjen ditë dhe, pas më ka urë Klea për ditëlindje, po kush ja vën mendje Kleas. Edhe siç ishte duke qeshur Crystalli kështu i kubusjesha. Ndër Klea, ndërkohë isha duke e vënë re çdo ditë. E thashëm, po ti thash nuk ka vëre re Klea, se si jam njëri përballë Klea, do të thosh që është tip kështu fani, i harron gjëra ndonjëherë. Ta ndosje tema me Klean e shoh. Jo, e kam kuptimin e mirë të fjalës. Jo, po për të dalë tek morali i fabulës. Nisur nga eksperjenca jonë dhe kjo që na ndodhi.
duhet falur shoqja kur të harron të uroj ose kur nuk të vjen ditëlindja? A duhet falur shoqja kur del në emision dhe thotë është pavarësisht të vonohesh? Dhe mund ta bëjmë Ndërkohë ne vonohemi të dyja bashkë. Nuk e Jemi në të thash. njëjtën linjë, jemi në të njëjtën linjë vonesash. Të dyja ecim në të Okej, njëjtën Kla, linjë. problemi është që ne diskutuam vonesat, po ti nuk ishe pjesë. Tani do diskutojmë të tjetrën. Ditëlindjen. Me thënë drejtën unë do ta falja, duke e nisur gjithmonë nga situata. Për shembull, në situatën që jeni ju të dyja, do ta kisha falur sepse kuptoj që ajo ka diçka kundrejt meje që s'ma ka thënë, ka një hatër mbet. Po çat fali unë të fali, çat fali unë të fali. Por në raste të tjera, për shembull, që siç the ti për shoqën që nuk të ka uruar për ditëlindje, shoqë që i ke larguar, për shembull, se ndoshta do ta hapësh si tepër. Jo, s'ka gjë. Po, do mërzitesha shumë. Do mërzitesh, do ta heqja nga friendzone. Nga friendzone direkt. Ç'është ky muhabet? Po ç'është ky muhabet me Klea? Ti jemi faqe se ka hequr nga friendzone. O zemra, të lutem mos më bëj të futem prapa si diskutime. Nëse për te kësaj Klea edhe qau atë ditë, ishte shumë e ngarkuar dhe ishte shumë realisht e mërzitur nga kjo situatë. Vazhdon ajo justifikon. Sa lekë të ka paguar moj vaj? I'm just a baby. Është mbrojtje shpirtërore. Unë e ndjej Klea. I'm just a baby, she del aty dhe full. You're a baby girl. Dhe ka stile, shkum edhe hanga futadeti. S'ka stile që ti s'haje dot futadeti. Po që ne se Klea mendoj që i pastruan brengat tona. Po, tani duami prap. Edhe bashkë me brengat, pastruam dhe vilën, nga halli, nga qefi, nuk i dihet po shifeni. Pastruam dhe zemrën.